Gjatë spektaklit të mbrëmshëm në Big Brother VIP Albania 5, Brikena ka shprehur hapur dëshirën për të ndërprerë rrugtimin e saj në këtë format. Shkak për këtë kërkesë janë bërë ofendimet e vazhdueshme dhe gjua e rëndë e përdorur mes banorëve. Në momentin kur moderatori Ledion Liço i dha fjalën për të dhënë mendimin e saj rreth ofendimeve që Greta i bëri Juelës, të cilat sollën edhe përjashtimin e kësaj të fundit, Brikena shfrytëzoi hapësirën për t'i bërë një kërkesë të drejtë për drejtë publikut. Unë, si fillim dua të bëj një thirrje publikut dhe ju kisha lutur nëse ka mundësi në këtë nominim që jam unë, kisha dashur të më nxjerrin jashtë. Në qoftë se Big Brother është ky, të bëhen ofendime dhe gjithmonë të diskutojmë të ofendime të rënda, unë nuk dua të jem më pjesë e Big Brotherit në këtë mënyrë, kështu që i kisha bërë thirrje personave për televotime, që thjesht të më largojnë se nuk dua të jem pjesë, deklaroi ajo. Kjo dalje jashtë teme solli reagimin e menjëhershëm të Monikës, e cila e ndërpreu e acaruar duke i kërkuar që t'i përgjigjej pyetjes fillestare. Moj Brikena, më fal një sekond, lëre televotimin, çfarë i tha Greta asaj, për këtë fol. Kjo situatë ka qenë shumë e rëndë e tensionuar brenda shtëpisë së Big Brother, megjithatë, edhe ditën e sotme, që në mëngjes Brikena ka folur drejt kamerave dhe ka kërkuar që të largohet nga shtëpia, dhe kjo gjë ka shokuar të gjithë personat që e dashurojnë atë, apo dëshirojnë që të qëndrojë brenda dhe të fitojë këtë lojë dhe çmimin e madh. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë, ka persona të cilët mendojnë se Brikena duhet të qëndrojë në shtëpi, dhe të tjerë që shpresojnë që ajo të dalë jashtë pasi nuk po jep diçka për lojën. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.